Ka jetuar një zëvendës kryeministër më përpara, një zëvendës kryeministër, ka jetuar ministra, ka jetuar drejtues të lartë, ka ngritur akuzat në shumë të rënda në lidhje me korrupsionin, pabarazinë, trendera, pastrim produktesh e tjera vepra. Nuk është se kemi hyrë në një fazë tjetër, s'ka faze puna e drejtësisë, kush bën krim. Mund të jemi edhe në një kohë paqe, në një ditë bukur dikush kryen akte pasioni në lidhje me paranë, siç i quajnë Roma akte lashtë. Që janë veprat e korrupsionit. Kështu që nuk kemi hyrë në një histori të re mbas kësaj kërkesa. Ajo çfarë është e re është fakti që neve pavarësisht se kemi disa përcaktime kushtetuese, siç është në 103, siç është 98, siç është 73 i kushtetutës në lidhje me imunitetin, sepse imuniteti për këtë është për të garantuar ndarjen e pushteteve. Ka më shumë se sa 200 vjet që ky parim drejton perëndimin, dhe që ka garantuar zhvillimin dhe prosperitetin e qenies njerëzore. Pa një qeverisje të ndershme, pa një kufizim të legislativit, pa një kufizim të gjyqësorit, pa një kufizim të ekzekutivit, brenda pushteteve, brenda funksioneve të tyre, neve shkojmë drejt një diktature. Në këtë rast, nëse të tilla veprime ndërmerren të kësaj natyre, është diçka e cila është për të shqetësuar, sepse ditën e nesër me bazën e një pretendimi të caktuar në dhomë këshillimin, dikush mund të nxjerrë masë sigurimi për pezullimin e detyrave të gjithë anëtarëve të Këshillit Ministrë. Hajde të japin zgjidhje këtij kauzusi. Kjo është vërtet. A është ky një rast? Në të njëjtën kohë ai ishte edhe kryetari i partisë. Edhe në të njëjtën kohë i partisë në pushtet, çfarë do ndodhi në këtë rast? A është ndjenin tuaj ky rasti i parë në Europë, siç edhe Rama thotë që pezullohet nga detyra një antar ekzekutivi, sepse ka patur gjatë këtyre ditëve janë sjellë shembuj çka ka ndodhur në Rumani, ka patur raste kur prokuroria speciale ka shkuar e ka arrestuar direkt në zyrë një ministër në Rumani, më kanë thënë të ftuarit të këtë studio. Po këto janë rregullime të legjislacionit veçanta. Kjo kushtetut, që është një kushtetutë e re, një kushtetutë moderne, një kushtetutë e cila në 98 ka parashikuar këto gjëra, nuk e lejon. Nuk mund të marrim precedent ne, kur në të njëjtën kohë nuk unjojmë kuadrin ligjor edhe në të njëjtën kohë kuadrin kushtetues të atyre vende. Ky është një abuzim, ne mund të marrim të diskutojmë këtu precedent të cilët flasin për parime të përgjithshme. Atje ndoshta nuk konsiderohet të arrestosh kryeministrin që është në detyrë, që është duke drejtuar vendin që ti të arrestosh, nuk e konsiderojnë si cënim të parimit të ndarjes pushtetit. Këtu tek ne po. Ka dispozita të cilet e materializojnë parimin e ndarjes së pushteteve, që materializojnë paprekshmërinë e ekzekutivit, paprekshmërinë e legjislativit. Nga njëri tjetri dhe në këtë rast edhe nga gjyqësori. Ka patur komente këto ditë që duke ndarë punën dhe detyrën e zonjës Balluku si deputete dhe si zëvendës kryeministre dhe ministre. Pra, ka pas dhe nga ata që thonë që puna si deputete nuk i është penguar. Pra nuk është prekur, por është prekur vetëm nga detyra si ministre dhe zëvendës kryeministre. A e gëzon po të njëjtin imunitet me atë të deputetit. Dhe dispozita procedurale thotë kjo mas nuk zbatojnë dhe personat të zgjedhur sipas ligjit elektoral. Ata që janë zgjedhur sipas ligjit elektoral është kryetari i bashkisë, anëtarët e këshillit, këshilli bashkiak, deputetët në këtë rast, të cilët janë të zgjedhur. Dispozita pastaj më tutje thotë që e barazon. Ne nuk kemi përse t'i lejojmë tani të merremi me interpretime jo me interpretime, por me justifikime. Barazon statusin e të zgjedhurit elektoral, sipas ligjit elektoral. Pra ministri barazohet me statusin e një personi të zgjedhur sipas ligjit elektoral. E thënë ndryshe. Me që deputeti është ndër këta subjekte, le të japim përgjigje kësaj. Le ta zgjerojmë dispozitën e të themi. Statusi i ministrit është i njëjtë në funksion të neni 242 të Kodit Procedurës Penale, është i njëjtë me ato të zgjedhurit sipas ligjit elektoral. Mendoni që gjykata kushtetuese mund të jetë nën presion në rastin në fjalë, sepse është një ankimim i Këshillit Ministrave, është GKO që ka dhënë një i kryetarit të Këshillit Ministrave, që është kryeministri në këtë rast. Dhe kryetari i Këshillit Ministrave, kryeministri nuk ka kufizim në objektin e kërkimit për të drejtuar gjykatës kushtetuese. Është një presion ndryshe për gjykatën kushtetuese kjo përballje e... Nëse do ishte presion, nuk do ishte parashikuar, nuk është sui generis, nuk është një rast i jashtëzakonshëm. Është një rast, është pika B
e paragrafit të parë të neni 134, i cili thotë qartësisht kush i drejtohet gjykatës kushtetuese. Mendoni që është një rast që mund të ketë zgjidhje që në dhomën e këshillimit, apo do të presi edhe shqyrtimin normal sipas procedurave në gjykatën kushtetuese? Mund të marrë përgjigje që në dhomë këshillimi apo jo? Shikoj, këtu në këtë rast nuk ka palë kundërshtare, se kush do jetë subjekt interesuar. Ndoshta mund të thoritet SPAK-u në këtë rast, po të përballësh kryeministrin si personi tret, se identifikoj qartësisht se kush mund të jetë personi tret në këtë rast. Do vi gjyqtari që ka dhënë vendimin, prokurori që ka bërë kërkesën, kryetari i gjykatës posaçme. Këtu është një subjekt i cili ka adresuar. Persona tret nuk ka, se çfarë interesi do ketë prokurori posaçëm apo gjyqtari i çështjes. E vërtet me këtë gjë, çfarë interesi po mbrohet këtu në këtë rast, kur ai është kryetari i qeverisë. Prandaj ta bëra të pyetje pak përpara që a është një presion i shtuar kur dim kryetarin e qeverisë, por nuk dim kush do të jetë në palën përballë. Nuk ka interes. Kush do ketë interes, kush do e heqë të drejtën kjo. Ata ka ushtrojnë kompetenca, jo të drejtën. E vërtet. Pikpyetje do na shoqëroj derisa të dëgjojmë gjykatën kushtetuese. Unë uroj që gjykata kushtetuese të garantoj parimin e ndarjes pushteteve. Parimi i ndarjes pusteteve është garancia e vetme ndaj abuzimit me pushtetin në Shqipëri. Çështjet e korrupsionit janë çështje të zgjidhura, çështje prove. E bëri se bëri, mori lekët si mori lekët, e favorizoi, nuk e favorizoi, kemi prova, s'kemi prova. Këto janë çështje banale, janë çështje të mediokre, të zakonshme të punës tonë. Kjo është një çështje që duhet rregulluar njëherë mirë dhe duhet të shërbejë si precedent. Kur duhet të ndryhej, si duhet të ndryhej, çfarë duhet të kërkojë, si duhet të kërkojë. Dhe vetë kuvendi dhe vetë qeveria duhet të gjejë mekanizma që kur ngrihen akuzat të kësaj natyre, është i detyruar që të kërkojë informacion edhe nga prokuroria e posaçme, të kërkojë informacion, pa cënuar hetimet, pa mendoj unë, nëse prokurori do t'i japi. Në çpik jemi që unë të marr një vendim, se unë do mbroj legitimitetin e këtij kolegji që është Këshilli i Ministrave, legitimitetin e detyrës së vet. Qoftë edhe të ekzistoj, sepse në fundit zgjedhja e saj si ministre dhe antare e qeverisë dhe zëvendës kryeministre është në bazën e vlerësimit nga kryeministri të aftësive saj intelektuale, profesionale dhe personale. Në rast të tilla, prokuroria mund ta ketë këtë lloj bashkëpunimi, do thonjza le të themi për dhënë informacion në rast të tilla. Ne kemi parë pjesë të vendimit, pjesë të citate ose pasazhe të vendimit të gjykatës, të qendrimit të gjykatës, të kërkesës. Edhe në këtë rast. Dukshëm është diçka që nuk ka dalë nga palët, po ka dalë nga struktura vetë. Kështu që deri në ditën që gjykata kushtetuese do të shprehet për të çështjen e do të na vazhdojnë pyetjet. Dhe për më tepër një herë, po unë se di se si do automatikisht Këshilli i Ministrave i ka vajtur ky vendim. Në të tilla raste kur ti kërkon ta pezullosh, ja pa që do bësh është ti japësh vendimin punëdhënës. Ti japësh vendimin Edi Ramës në këtë rast. Dhe japësh vendimin dhe ky i fundit do lexohet, thotë, "Ok, në rregull, pezullosh mbi kës, mund të qëndrosh më në punë." Kjo është gjë më e vërtet më normale. Avokat, të falenderoj shumë për këtë shpjegim, sepse pikpyetjet na kanë shoqëruar gjatë gjithë këtyre ditëve. Urojmë që teleshikuesit i kemi dhënë një përgjigje për këtë rast që do të marrë edhe betejë politike, pastaj është tjetër histori mes palëve. Do kemi mundësi të flasim për tjera çështje bashkë. Faleminderit juve. Të falenderoj.